çfarë ndodh shpirtit mbasi vdes dhe del nga trupi i tij. I dërguari alayhi selam na mjaftoi nga shtjelimi i kësaj çështjeje dhe na pasuroi nga thëniet e njerëzve, kur e tha qartë se shpirti kthehet tek i vdekuri. Elbera ibn Azibi radiallahu anhu ka thënë: ishim pranë një xhenazeje në varrezat e Medinës, me që rast erdhi i dërguari alayhi selam, i cili u ul dhe ne ulëm rreth tij. E pothuajse mbi kokat tona që ndronin shpendët dhe, derisa varri përgatitej, ai kërkoi strehim tek Allahu nga dënimi i varrit. E tha 3 herë, pastaj tha: kur robi është i drejtuar për në ahiret dhe në shkëputje nga kjo botë zbresin tek ai melek, fytyrat e të cilëve janë si diell, ulen pranë tij, se largësia e shikimit të tij. Më pas vjen meleku i vdekjes, ulet te koka e tij dhe i thot: o ti shpirti mirë, dil dhe në mëshirën dhe kënaqësitë e Allahut. Del ai, duke rrjedhur, sikur se rrjedh ujë nga ena. Atëherë meleku i vdekjes e merr atë dhe nuk e lë në dorën e tij as arraja e një qerpiku, por e marrin melekët e tjerë e vendosin në një qefin të parfumosur. Nga i del një aromë miskut më e mire që ka ekzistuar mbi faqen e tokës. Melekët bashkë me shpirtin gjiten lart dhe sa herë kalojnë afër ndonjë grupi të melekëve, ata thonë: cili është ky shpirt i mirë? I thonë: ky është filani, i biri i filanit, duke e përmendur me emrat e tij më të bukur që e thërrisin në dynja. Kështu vazhdojnë derisa të arrijnë me të te qielli i dynjas. Atje kërkojnë të hapet të dera, e cila u hapet dhe e përcjellin atë banorët e një qielli deri në qiellin tjetër. Kështu, derisa të përfundojnë në qiellin në të cilin është Allahu i madhëruar, dhe ai thotë: shkruajeni librin e robit tim në Iliun, vendi lart ku janë të shkruar emrat e besimtarëve, dhe kthejeni atë në tokë, sepse unë nga ajo i kam krijuar, në të do t'i rikthej dhe prej saj prap do t'i nxjerr. Kështu rikthehet shpirti në trupin e njeriut, i vinë 2 melekët, të cilët e ulin atë dhe i thonë: kush është Zoti yt? Thot: Allahu është Zoti im. I thonë: cila është feja jote? Thot: feja ime është Islami. I thonë: ç'është ky njeri i cili është dërguar te ju? Thot: ai është i dërguari i Allahut. I thonë: prej nga e diti këtë? Thot: e lexova librin e Allahut, e besova dhe e vërtetova atë. Pas kësaj një zë nga qielli tharret: e vërtetoi robi im, shtrojeni rrugën për në xhenet dhe hapjeni atij një derë nga xheneti. I vjen atij atëherë nga aroma dhe bukuria e tij dhe i zgjerohet varri sa largësia e shikimit të tij. Atëherë i vjen atij një njeri me fytyrë të bukur, me tesha të bukura dhe me aromë të mirë, dhe i thot: gëzohu për atë që të lumturon. Kjo është dita e cila të është premtuar. Kurse ai i thot: kush je ti? Fytyra jote është plot mirësi. I thot: unë jam puna jote e mirë. Ai atëherë thot: o Zot, bëje kiametin që të rikthehem te familja dhe pasuria ime. Ndërsa kur robi jo besimtar është duke u shkputur nga kjo dynja dhe është drejtuar për ahiret, tek ai zbresin melekët nga qielli me fytyra të zeza, të cilat me vete kanë pëlhura të zjarrit. Ulen tek ai sa largësia e shikimit të tij, pastaj vjen meleku i vdekjes, i ulet te koka dhe i thot: o shpirt i keq, dil në poshtrim dhe hidërim të Allahut. Pastaj shpirti i tij shpërndahet në trupin e tij, atëherë ai ja shkul atë, si qiqet rrodhsat nga leshi i lagur, e merr atë dhe nuk i mban në dorën e tij as një të rrahur qerpiku. Ja heqin me njëherë melekët e tjerë dhe e vendosin atë në ato pëlhura të zjarrit. Del nga ai një herë më e keqe se çdo coftine që ekziston mbi faqen e tokës. E ngren atë lart dhe sa herë që kalojnë pranë ndonjë grumbulli të melekëve, ata pyesin: cili është ky shpirt i keq? Thon: ky është filani, i biri i filanit, duke përmendur emrat e tij më të këqij, me të cilët e tharrisnin në dynja. Kështu vazhdojnë derisa të arrijnë te qielli i dynjas, dhe kur arrijnë aty, kërkojnë t'u hapet të dera, por ajo nuk u hapet. E këtu i dërguari alayhi selam e këndoi ajetin: atyre nuk do t'ju hapen dyert e qiellit dhe nuk do të hyjnë në xhenet derisa të përbirojë deveja në përvrimën e gjilpërës. Surja Raf 40. Allahu i madhëruar atëherë thot: shkruajeni librin e tij në Sijin, në tokën më të ulët, kështu që hidhet shpirti i tij me një hedhje të fortë. Pastaj e këndoi këtë ajet: e kush i përshkruan shok Allahut, ai është sikur të bjerë nga qielli e ta rrëmbej shpendi, ose si ai të cilin era e stuhishme e hedh në ndonjë vend të humbur. Surja Hajj 31. Pastaj kthehet shpirti i tij në trup dhe i vijnë 2 melekët, të cilët i thonë: kush është Zoti yt? Thot: nuk e di, nuk e di. I thonë: çfarë thua për këtë njeri Muhamedin alayhi selam që u dërgua te ju?
Thot, nuk e di. Atëherë një zë nga qielli dëgjohet. Robi im ka gënjyer. Drejtojeni për në zjarr dhe hapjeni një derë të xhehenemit. Në atë rast i vjen nga nxehtësia dhe papa e tij, i ngushtohet varri derisa i mbështjellën brinjët e tij, dhe i vjen atij një njeri me fytyrë të keqe, me tesha të këqija, me erë të qelbur dhe i thot: Gëzohu asaj që të trishton. Kjo është dita jote që të premtohej. Kurse ai thot: Kush je ti? Fytyra jote është treguesi të keqes. Ai thot: Unë jam puna jote e keqe. Atëherë ai, pra shpirti, thot: Zot, mos e bëj kiametin.